Përshëndetje teleshikues të nderuar, është kënaqësi që të rikthehemi pas shumë takimeve me studiues, aktivistë të ndryshëm të kulturës, historisë, luftës e kështu me radhë, të kthehemi përsëri pra në takimet tona në emisionin Le të flasim 7 në Jupiter TV, ku kemi arritur miliona shikime në gjithë botën, si dhe në mërgatën shqiptar, po dhe në trojet shqiptar, ku do që jetojnë shqiptarët dhe flitet shqip. Kësaj radhe është nder dhe kënaqësi që të kemi në mesin tonë dy të ftuar. Pra është fjala për zotëriun Sakip Fetaj dhe Bajram Kadria. Është nder dhe kënaqësi pra që t'i kem pranë vetes në këtë studio, pikërisht në Prishtinë, në qendër të Prishtinës, në Jupiter Company Media, ku puna jo nuk ndalon në promovimin e vlerave tona kombëtare. Dorën zemrën ndjem pak sa i emocionum, për shkak se unë kam pas shumë mysafirë ndryshëm, por ndjehemi emocionum për shkak se këtu kam mesin ton dy bashkëluftëtarë të Tahir Sinanit. Dhe unë vi nga e zonë dhe vi nga i territor që historikisht i kanë dhënë Kosovës, Iliridës, trojeve shqiptare, kudo që jetojnë shqiptarë i kanë dhënë dëshmor, edhe i kanë dhënë, pra shumë kanë dhënë dhe ju ktheft në mirësinë këtë botë dhe në botën tjetër. Ne pa humbur kohë do të ju japim fjalën, pra Sakipi dhe Bajrami janë aktivist pra të pandalshëm edhe pas lufte, normalisht që Sakipi përveç se ka qenë luftëtar i UÇK-s, si dhe Bajrami që ka qenë edhe në përdetyra të ndryshme, si kryetar i komunës në Vrapçisë, ish kryetar i komunës, po ashtu ish deputet në Parlamentin e Maqedonisë Veriore, aktivist i pandalshëm për kauzën shqiptare, po ashtu, si dhe zotëri Sakipi, po ashtu, i pandalshëm edhe pas luftës, sepse lufta bëhet edhe në paqe, lufta për punët e tij që i ka bën mbrapa dhe që po i bën për punësimin e shumë punëtorëve, që shumë familje ushqehen nga puna e tij që bën tash me punët e tij elektrike, me firmën ose kompaninë e tij për instalime të rrymës, korrentit, kështu që si në luftë dhe si në paqe të nderuarit në fjalë, pra janë duke dhënë kontributin e tyre, gjë që kjo është një vepër e çmueshme. Shpesh herë herojt janë edhe të heshtur. Edhe nga një herë disa heroj ndoshta nuk i njohim, por ata që ndrojnë mesin tonë dhe janë të gjallë, ashtu siç kanë qenë herojt që kanë ndruar jetë, edhe pse ata janë të gjallë në mesin tonë, por ne nuk e kuptojmë akoma se ata janë gjallë akoma në mesin tonë. Unë pa humbur kohë, unë i kam përgatitur disa pyetje që ti bashkëbisedojmë, por për pikë se pari ju falenderoj. Është kënaqësi që ju kam në mesin tonë. Faleminderit. Bajram, se pak më vjetër, respekt. Dhe ne falenderojmë për ftesën dhe kujdesin të cilin e keni treguar pas 29 korrikut, ditës rënjes së dëshmorëve të brigadës 116 dhe kujdesin për të rikujtuar brezat e ri dhe shoqërinë në përgjithësi se këto data do të shënohen gjithmonë edhe në të ardhmen, pa marrë parasysh ndodhive, rrethanave dhe gjërave të cilat mund të jenë në mesin tonë, ne këto data nuk do t'i harrojmë kurrë. Faleminderit për ftesën. Uroj që ky program juv të vazhdoj në këtë tempo si ka fillu. Përshëndes shikuesit edhe ndëgjuesit e Jupiter TV, posaçërisht shikuesit e programit Të flasim 7. Kështu që
unë s'kam shkashtoj ma tepër, veç inshallah ju prej në mbara, edhe e mbani në kontinuitet historinë shqiptare, vlerat shqiptare, herojt shqiptar të promovuar vazhdimisht para publikut. Faleminderit, ishte kënaqësi. Bëjmë një hyrje telegrafike të shkurtër, një prezantim për publikun. Ne pa humbur kohë filloj me pyetjen që drejtohet pikërisht juve zotërisë Akip Fetaj, po edhe Bajramit po ashtu. Ju keni qenë pjesë e luftës pra të UÇK-s, Shtetësisë Lirimtare të Kosovës, po keni qenë pjesëtar në 3 luftra. Keni kontribuar dhe keni qenë pjesë edhe e luftës së vitit 2001, apo jo, nëse ashtu. Dhe siç e përmendi dhe zotëri Bajrami 29 korriku në vitin 2001, çfarë ndodhi atë ditë kur ranë herikrisht pra dëshmorët e brigadës 116 General Tahir Sinani. Pra mund të na tregoni pak një kështu ngjarje, domethënë si erdhi kjo situatë, si ndodhi, si e përjetut ju këtë kujtim, si keni në mendjet e juja që ju keni qenë pjesë e atyre luftimeve. Po, s'ka problem, si detale. Jo. Pikës pari, kam privilegj, kom pas privilegj që kom pas komandant Tahir Sinanin. Në njëri me vërtetësi shumë të mëdha, një ushtarak shumë i përgatitur, një person i cili t'i kuptoj të gjithë ushtarët, një komandant i cili ka prij ushtarëve, ka udhëheq ushtarëve, jo si disa komandanta që kanë ndetë mbas ushtarëve. Kështu që une me dhimbjen më të madhe po e tham se kombi shqiptar ka hup një general të klasit shumë të lartë. Kjo është edhe krenari, po edhe dhimbje. Krenari është që kemi pas kështu njerëzin mesin tonë, po s'kan ditë edhe t'i vlerësojnë shumë. Mirë po dhimbje është që kemi humb njerëzi është me vlera shumë të mëdha që sikur t'i kishin pas shtetet e huaja të tjerat, këta do t'i kishin mbajtur në pjedestalin më të lartë në shtëritë e tyre. Mirë po, Tahir Sinani është Tahir Sinani, zbohet tjetër, zemra e madhe, vendi nga ku vjen, fshati i Gri i Tropojës, krahina ku ka dhënë shumë dëshmor, krahina ku ka dhënë shumë trima, e nuk bëhet tjetër. Tahir Sinan nuk linë më. Kjo është pak a shumë, thash humbja e Tahir Sinanit për ne ushtarët e brigadës 116 Gjem Gostivari, mandej pas rrahjes së Tahirit e mbrumen në emrin e Tahir Sinanit, është kanë një humbje shumë e madhe. Edhe nuk ka desht pak kohë që ta marrim veten për të stabilizu matej në luftimet tjera. Kjo është e rëndë për ne si luftar, mirë po edhe krenari se kemi qenë pjesë e këtij aktivitetit ushtarak, të thamë për çlirimin e Ilirisë. Unë do të bashkëngjitesha bashkëluftarit Saqipit dhe të shtoja diçka edhe në rreth 5 dëshmorëve të cilët ranë atë ditë. Fillimisht duke u nis nga fakti se brigada 116 është brigada që është formuar ndoshta e fundit ose e parafundit gjatë luftimeve të vitit 2001 dhe për neve të cilët ishim në brigada tjera, marrja e detyrës së themelimit të kësaj brigade Gjem Gostivari, 116 Gjem Gostivari, në zonën e Gostivarit, mes Dibrës dhe Gostivarit, ishte një krenari, shkak se Tahiri njihej nga lufta e Kosovës si një ndër strategët kryesor, njëri me aftësi mbi natyrore për organizimet ushtarake, njëri i matur, njëri i cili bënte për vete
qindra njerëz tjerë ose vullnetarë dhe ushtarë, aftësi të cilat nuk i posedon të çdo kush, dhe shumë shpejt brigada 116 u sistemu dhe u përhap në zonën e Gostivarit, vendosi pikat strategjike në një nivel të paparë. Unë kam qenë edhe në brigada 112, mirë po dallimin e kam pa me njerë të aftësive të komandant Tahir Sinanit, bashkë me shokët Teten, Hyren, Naserat Demi dhe Ispazliu, të cilët të gjithë vinin me një përvojë luftarake nga lufta e Kosovës, të cilën ne si ushtarë të brigadës 116, 112 dhe brigadave tjera në Maqedoni shumica edhe nuk e kishim. Kështu që 29 korriku ka qenë një, si ta them, një ditë shumë e vështirë për ushtarët e brigadës, për shkak se ndodhi një tragjedi e cila asnjëherë nuk e kishim menduar. Ne të gjithë e dinim se do të kemi dëshmorë, do të kemi të rënë, por në betejë. Këtu ndodhi një tragjedi e cila gjatë përgatitjes së eksplozivit, gjatë përgatitjes së armatimit, gabim elektronik apo gabim në përgatitje bie 5 dëshmorët e brigadës 116, në mesin e tyre dhe komandant Tahir Sinani, dhe mbeten 2 të plagosur bashkëluftarë tonë, të plagosur rënd, të cilët pastaj u tërhoqën dhe u dërguan në Shqipëri, prej Shqipërie në spitalet e shteteve tjera për shërim, dhe kjo për një kohë ka qenë me vërtet një kohë e papërballueshme, për shkak se asnjë ushtari nuk mund të binte vetveten se si mund të na ndodhë. Dhe kjo na ka ndodhur shumë pak kohë para se të nënshkruhet edhe marrëveshja e Ohrit. Të gjithë përgatiteshim për zgjerim të luftimeve, zgjerim brigadës, zgjerim të territorit e merat, dhe ndodhi e papritur kjo tragjedi të cilën shokoi edhe bashkëluftarët, shokoi edhe popullatën, edhe diasporën e magjare. Mi po ne për vete mund të flasë, pajtohemi se dita e rënjes është e caktuar edhe nga Zoti, dhe besoj se këta dëshmorë kanë pas ditën e caktuar që të bien në një ditë 5 dëshmorë nga 3 vende të ndryshme, Shqipëria, Kosova dhe Maqedoni. Pyetja e radhës është cilësitë ushtarake, morale, akademike të General Tahir Sinanit, si i përshkruani tash pas shumë vitesh që keni qenë bashkëluftar së bashku me të? Jo rastisht e bëj këtë pyetje për shkak se po bëjmë një tërheqje nga vitet e ateshme në të sotme të qerinia, tash që po na dëgjon brezi i ri, na dëgjon çka do të thotë me qenë një udhëheqës, një strateg ushtarak, me pas gjithat moral, gjithat fuqi. Si mund ta përshkruani me pak fjalë, si ju inkurajon taj në luftime, si bashkëluftar që ishi? Po, sa kjo? Po, Tahir Sinani, si se ka dhe parzit, ka qenë një komandant i paparë. Për mu, unë kam qenë, tash edhe më herët pjesëmarrës i luftës Kosharës, kam pas edhe atje komandanta, kam qenë edhe pjesëmarrës i luftës Preshevës me Vjetë Bujanovcit, edhe atje kam pas komandanta, mirë po, përvoja me komandantin Tahir Sinani, general Tahir Sinanin, për ne ka qenë shumë më e mirë edhe më e vullnetshme për të vepru si në teren, si në shtap, si në çdo aspekt. Tahir Sinani ka qenë person i cili nuk ka pas taj komandanta skuadrash, komandanta togësh, ka pas vetëm udhëheqësa. Komandant nuk i thojke as vetës. E ka pas atë mundësi, i thojke ne jemi këtë bashkëluftar, ne jemi krejt barabart, edhe këtu ne ndonjoni du t'jetë se udhëheqës, mirë po komandant se ka marrë fjallën asnjëherë të thoja. Tahir Sinani ka dhonë shumë vullnet madh gjithë luftarëve. Veç prezenca e Tahirit, do me thonë, para ushtarëve,
ka qenë e papame, domethënë. Tahir Sinani ka qenë, sipas informatave tona që kemi pas edhe që kemi ndëgju, ka qenë edhe i përgatitur për në sektorin e Gjenios për montimin e minave antitank dhe trotilit edhe sinave tjera. Kështu që se sheki edhe Bajrami, caktimi i Allahut është ai edhe s'mund ta ndryshojmë. Edhe kështu që unë mendoj se shumica e ushtarëve të brigadës 116 janë frymëzu dhe ende janë të frymëzuar nga trimëria, nga guximi edhe nga përvoja që javë ka dhënë Tahir Sinani. Tu kemi edhe dëshmorët Naser Ademi, His Fazliu, Hyre Emini dhe Ibrahim Ademi. Zotëri Bajram, çfarë mund të na flasësh pak për këta bashkëluftëtar, kolegë të luftës të ndjerë? Edhe pse në shumicën e rasteve me disa edhe i me njohur edhe më parë. Naser Ademi vin nga vendi ku edhe jetoj edhe unë, në një fshat shumë afër. Njeri i cili aktivitetin luftarak kundër pushtuesve ka nisë në Kroaci, vazhdon në Kosovë dhe pastaj bashkangjitet edhe luftës së 2001-shit. Këta bashkëluftar, të cilët vinin nga luftat e Kosovës, Preshevës dhe vendeve tjera, ishin idol për ne, ishin motiv për ne që shumica që nuk kishin përvojën të bashkohemi dhe të marrim mësime dhe të ndjekim hapat e tyre. Mbi gjitha kanë qenë pjesa të operative e shtabit të brigadës, të cilët jepnin vetëm urdhra. Ishte një teren goxha i vështirë në Korap dhe ka bashkëluftar që kërkoj falje që ndoshta edhe nuk kemi taku në ato 5-6 muaj sa kemi operu, shkak se Korabi kishte specifikën e vete që pika për pikës kishte largësi me orë të tëra. Distanca. Prandaj edhe shumë nga bashkëluftarët të Kosovës edhe të viseve tjera e mbajnë mend se mesin e gjithë bashkëluftarëve generali Tahir Sinani ishte ai i cili bën të organizimin gjithë përfshirës. Sot ishte në mesin e një skuadrë, të nesërmen njohje se ka shkuar në skuadrën tjetër, të pas nesërmen shkonte pas vullnetarëve të ri, furnizimit të armatimit, pengesave të cilat në paraqiteshin në teren, rruga e gjatë 12-13 orë, kalimi i kufirit Shqipëri-Maqedoni. Po unë mund vetëm të them se aftësitë e tij luftarake ishin që do të kishin zili edhe ushtarak të shteteve shumë të zhvilluara, marinsat amerikan. Po mbi gjitha trimëria e Tahir Sinanit ishte kulmi i të gjithë këtyre aftësive ushtarake, për shkak se ushtarak ka pas edhe shumë tjerë, të cilët kanë ndajtanësh dhe nuk e kanë pa të arsyeshme që të bashkohen në këto 3 luftat e popullit tonë vitet 97 deri 2001. Dhe kjo besoj se për shumë të ri duhet shpjeguar, shkak se këta ushtarak me përvojë të cilët kanë qenë në vende pune të sistemuar me familje, kanë mbizotruar trimëria, edhe dashuria dhe patriotizmi, ndoshta ndër breza i familjes që janë bashku këtyre luftrave çrimtare të popullit shqiptar. Faleminderit. I dashur më mëdhej, do të dua kështu siç je, po kur të shoh të lirë, do të dua edhe më mirë. Këto ishin disa fjalë të Azrenit, që çdo i ri kudo që jeton, qoftë në Ilirit, në Kosovë, në Shqipëri, kudo që jetojnë shqiptarë, trojet tona shqiptare, duhet të ushqehet me ushtaraket dhe generalet që kemi pas ndër shekuj e dekada dhe në luftën e fundit, dhe në luftrat e fundit. Pra në çdo luftë ne kemi pas general të mëdhej, në mesin e tyre ka qenë
edhe Adem Jashari, Zahir Paeziti, Tahir Sinani, por edhe nëse shkojmë me Shekuj, me radhë, Mbreti Longar, në Dardani, e në Iliri, e kudo pra që nëse udhtojmë me histori. Vazhdimisht, ne i treguam botës se kemi jo vetëm udhëheqës ushtarak, por edhe udhëheqës të zgjuar, të mençur, të ditur, largpams. Çështja e leadershipit kjo është që jo të marr vetëm të thotë unë jam udhëheq, po t'ju jap gjithë atë besueshmërinë të ndjerit udhëheq. Që do thotë pra t'ju jap atë sigurinë në luftime. Por desha ndalem një pikë shumë interesante. Çfarë mund të ndani diçka personale për secilin prej këtyre dëshmorëve, ndonjë pjesë, moment që keni nda me ta, ndonjë fjalë të bukur të tyre që mund ta ndani me të rishikuesi që të rinjtë të rejat kur ta ndëgjojnë ta kuptojnë se sa e rëndësishme është dashuria ndaj dheut dhe mbrojtja e vatanit të sa dheut. A mundi me nda ndonjë moment, duke filluar nga Sakipi dhe ju Bajram lirisht mundi. Ose Bajram, s'ka. Për mua edhe shumë shok mbi 100 sa ushtarë të cilët ishim në zonën e Tetovës dhe pastaj u bashkuam brigadës 116, kur potencova edhe më herët e ndryshimi në një pjesë kur skuadrat ishin të organizuara në luftë guerile dhe në kalim në një rregull ushtarak, të gjithë të njëjtë të veshur, të gjithë të njëjtë të rreshtuar me urdhra konkrete. Këto dhe me thënë ishin në ndër karakteristikat e udhëhecit, komandantit generalit Tahir Sinani. Edhe pse terreni ishte 100 herë më i vështirë se sa pjesa e sharit. Karakteristikë që mund të veçoj tek komandanti Tahir Sinani e qenë hera e parë kur na ka arrestuar në bjeshkët e Korabit dhe na ka thonë me disa fjalë, këtu nuk ka parti politike, nuk ka krahina, nuk ka qytet, të gjithë jemi shqiptarë. Ishte vështirë ta pranon që të identifikohemi Gostivari, Shkupit, Tetova, si diçka. Dhe dyta, kur ne ka vizituar një herë në një pikë, dhe ne si të ri, ndonim se pika jonë nuk ishte cak i sulmit, se kishim pika tjera të cilat ishin më afër armikut, ai na pa të zënë si të pa përgatitur. Dhe na tha, kujdes djema, se do ju zënë shkau duke ngrënë bukë. Neve të rive na erdhi pak si për papritur, se ishim pika e nacimit detare dhe me atë mendjen tonë se për të mbrit tek ne duhet shumë luftime të kalojnë, ai na tha edhe një gjë. Asnjëherë mos e nënçmoni armikun. Dhe në këto disa fjali e mbajt mend Tahir Sinani. Kurse dëshmori Naser Ademi, të tjerit nuk kam pas rast edhe shumë të bashkëbisedoj. Dëshmori Naser Ademi kam pyet vetë, deri kur do vazhdosh në luftrat që do të zhvillohen në terren. Ai më pa thënë se unë e ndjej se do të shkoj dëshmor. Dhe kishte fotografi me djemëve të cilën ndoshta më shumë mërzitje për djemt se sa për vetën, si gjithë bashkëpunëtarët tonë të cilët besoj se i kanë pas të njëjtën bindje. Po Saki? Unë parë edhe harova të ceki se me Naser Ademin edhe kemi qenë bashkëluftar të Kosharës. Meritat e Naserit janë shumë të mëdha edhe në kontributin e dhënë për luftën e Kosovës, po me hyrëminin po ashtu edhe pas luftës Kosovës, duke bo pregaditjen e pikave të para atje në Qarë Mohovs të Mamet Gjemaili, komandant rebeli, ku ka vepru, për logjistik, për grumbullim të armatimit dhe shumë sejnë tjera, kurse me His Fazliun shumë pak s'jam njoft, do me thonë, jam taku një herë në frontin në altë ku kemi qenë në Korab, edhe Ibrahim Ademit e të jenë, po ashtu nuk kam
pas shumë kontakte, kam dëgju, kam për shokëve tjerë, bashkëluftarëve tjerë për Kosovës, po nuk kam pas kontakt shumë të afër. Me këta dy kam pas shumë më shumë kontakt. Kurse Tahir Sinonin e kam njoftu mas pari në Panajër, ka një pjesë atje ka Shqipëria ku përgatitshme për atje, dhe e kam pas e ka qenë shumë tash të themi rept, po ushtria dhe lufta dojnë disiplinë, si sta dhe Bajrami, Parzit, se armiku mund të të zedhe në gjumë të fletë edhe të ka më bukë edhe. Kështu që ndoshta ajo repsia e ti ose ajo urdhat e ti kanë qenë ndoshta shumë të ashpër, mirë po për ushtarët në të ardhmen kanë qenë më të vëllitshëm, më me përvojë janë bo ushtarë. Mendoj se kretë ta kanë historinë e vetë, ma herët se Korabi, kanë kontributin e dhanë ma shumë, edhe se cili e meriton atë lavdin e përjetshme duke fillu prej komandantit edhe të këta 4 tjerë dëshmorë. Po, sigurisht, ju keni marrë pjesë edhe në shumë, do më 3 luftra, po se cila lufte i ka pas ato përjetimet e veta ose strukturimin e vetë, sepse ke luftë, sigurisht se ju e njihni edhe pjesën ushtarake të luftime. Ke luftë që është bën rrafsh, është bën kodër, është bën mal, është bën në vendet ndryshme, në lokacione ndryshme. Sigurisht, ndonjë prej atyre momenteve që mund të na tregoni që ka qenë ndonjë luftë në ndonjë mal ose ndonjë fushë, ndonjë pjesë, ndonjë lokacion që ka qenë për ju ndoshta pak më i vështirë si terrena, mund ta ndani me shikuesit, do thonë që ju ka qenë terren i vështirë, po keni arrit me fitore, domethënë shkurt kështu pak a shumë diçka pak më interesante me nxjerr për kësaj gjatë luftimeve po flas. Unë mund ta ceki 2 raste, 3, kështu që kanë qenë për mua pak më interesant. Ne kemi pas një rast kur u asitëm të baza, kur u vendosëm të baza, edhe dishme vëzhgush për terenin, është një fshat greka i poshtë, atje vishin policia me kompanjoll deri në fund fshatit, edhe dilshin aty, mirë po ne kishme mundësi partizanë dhe gjallë. Mirë po strategjia të Sinonit, dhe shpesh dhe komandant, jo, mos i prekni, si mi vendos si duhet. Se kemi pas shumë që ta dhe Bajrami pengesa me ushimin, marmatimin, kozgjatja e gjatë, do me thonë prej Shqipërisë deri në Maqedoni, 2 motorë, vonimi, edhe i ushtarëve për forcimet, edhe pa. Edhe për këtë arsye edhe ai nuk na jep ke urdhën për të vepruar. Mirë po, me kalimin e kohës duke u forcu, ne arritëm një kondë që ta Bajrami 100 diçka ushtar, fortifikum pak bazën ashtu si ka hije, fillum të hapim pika të reja, edhe shkum në qatë fshatin grekaj, s'kishim ushqim mjaftu shumë edhe kishte blet, koshere me bletat, edhe kishme një shok, aj sufrigon të pi bletve, agimi i Tërnovës, edhe tha, po shkoj për nëzirimi mjalta dhe po amre. Edhe na shkum një siti jonë, unë e Borin Fejzullahu, Koman Buki, Gjema, Adilje, shumë do shok tjerë. Kërkoj falja ato që sëri përmenda krejt, po shkum atje, edhe i në nëziri mjaltë. Me një dhomë ashtu, hipëm në dytin katë, edhe unë e ktheva shpinën dritarës, kurse komandë Burimi edhe Gjema hajshin mjaltë atje, edhe bëjshim bisedë, si që t'i sulmojmë, ka t'i sulmojmë. Për me një moment, si di që ka e ktheva kokën, ka dritarja kur shof, një person me një mjekër të madhe, një sheshir në kokë, edhe një forë, edhe i thëmë, si në busqeshje, si në e gale. Thash, o komandant, Burimi, thash, o komandant, pas ka nërtë me luftu edhe vlasnit tonë, unë në e gale shumë, vlasnit tonë me mjekra, e musliman. Kuraj Gjema u afru ditarës, o vlota nuk janë me ne i këto, kur u këthi kraj tjetër, e pa ma mlejmën e Maqedonisë, ato ishin konë duke në rrethu. Na kanë pa edhe ishin konë duke në rrethu. Me një moment kemi dalë jashtë krejt, edhe i pari del Gjema, kur del në altë takohet ballë në ballë
Gjema e godetat, po shumë pluma ka kom, edhe jam gjujt me gjyks, do më thonë kumulon livadh, edhe mos tanë një 4 orë të mira, kam nejt livadh, të na gjujt snajperi, do më thonë së më shumë me kap. Deri sa erdhën për focime disa shokë për pjesës tjetër, që ka ishin Erdoni. Për me mbulu kratë. Po, për me gjujt nga ka pjesa e tine, që ne për me u tërhek për ati rastit. Mandej, nesërmen, në shenjë takmarrjes burimi, me shokë tjerë, i merë leje për komandantit edhe bëjnë një aksion, vendosin mina dhe bëjnë një aksion ku ne dim që kemi vrarë një, mirë po në lajmet e shtetit Maqedonisë, do të thonë, janë konfirmuar 3 vrasje, që 3 persona që kanë dalë në vëzhgim të terrenit, janë vrarë, një ka qenë prezent aty, mirë po tjerë duke ikur, edhe ato janë vrarë. Që disa për atine. Unë do të plotësoj shokun, brigada 116, si e theksova dhe më herët, është një ndër brigadat më të vonshme të themeluara, me urdhër të shtabit përgjithshëm, dhe në luftime në numër më të madh nuk kemi pas fatin që të zhvillojmë shumë, për shkak se edhe u afrua dhe koha ndoshta që na i pamundsoi. Armpushime, pengesa, disa ditore, andej këndej, dhe strategjia ushtarake të cilën dorën zemër ne nuk mund edhe të kishim shumë qasje. Kemi qenë edhe nga zona e Tetovës, ku kemi pas luftime të drejt për drejta, marrje pikash, zgjerim territori, prej Kufirje deri në Tetovë, po pastaj tërheqja jonë shumë ushtarë të Gostivarit dhe kalimi në Korap, do na gjej organizimi prej fillimit, dhe ka pas kështu luftime sporadike, por nuk kanë mund të marrin pjesë të gjithë 500 ushtarë. Do se mbi 500 ka qenë brigada e 116. Ne vendosur që Kosova një terren i cili duke ndoshta i vogël, por t'i pakson të ushtarët për njerë. Shkak terren shumë terren i vrasht, i pashkelur. Korabi 20 vitet e fundit deri në 2001 ishte jo i populluar, fshatrat të boshatisur. Dyta, edhe kur kishim polemika se pse nuk lëvizim para, apo pse nuk ecim të zgjerohemi territor, shpesh komandant Tahir Sinani na thoshte se na duhet numër ushtarësh. Për zgjeru terren, duhet të ruajmë edhe pikat që i kemi mbrapa shpinës. Furnizimi i gjithë shkajit ishte nga Shqipëria. Për dallim prej brigadave tjera, të cilët kanë pas furnizime nga popullata e brendshme civile në radhë, ne gjithë shkaj kemi bajt me kuaj. Edhe bukën, edhe ujin, edhe lëngun, edhe barnat, edhe gjithçka, edhe armatim. Gjithçka me kuaj në terren, korabin në 2500 metra lartësimi detare të kalon. Prandaj ka qenë një vështirësitë kanë qenë të papërshkrueshme. E dyta, një përgjigje që na ka thënë komanda atëherë, dhe besoj se me kalimin e kohës, mosha e kemi verifikuar edhe vetë. Pana tjetër ka pas mbi 2000 forca të vendosur në Mavrov. Dhe atë, kur e theksojmë mbi 2000 forca, jo forca të rregullta të armatës dhe policisë së Maqedonisë, por edhe forca të jashtme, Ukrainës, Serbisë, apo paramilitare, mercenare, se diçka. Dhe çdo herë na thuheshte një ndër karakteristikave e generalit Tahir Sinani, për të sulmuar do na duhet numër më i madh se sa ata për të sulmuar. Shkak se ai në mbrojtje është në përparësi, dhe në këtë aspekt besoj se kishte strategjinë e vet rreth zhvillimeve të cilat për fat keq nuk ndodhen ashtu siç kemi dashur ose siç janë planifikuar. Shpejt në shkrua marrëveshja e Orit, marrëveshja paqësore, e cila pastaj kaloi në çarmatosje dhe tërheqje nga ai terren i brigadës 116. Mund të theksoj edhe një detaj të cilën brigada 116 ka qenë edhe ura kaluese apo kanali apo traseja kaluese për formimin e brigadës të Dibrës, e cila do duhej të kalon në atë pjesë të shprapet në drejtim të Dibrës dhe Kërshokës.
dhe besoj se edhe ajo ka ndiku që nëpërmjet atij terreni të përhapet edhe më turqie. Gjë detyrat të cilat kanë qenë të njerëzve në hierarki më të lartë dhe për neve kanë qenë vetëm si urdhër ekzekutimi në terren. Faleminderit. Unë di që diçka të shtoj këtu se me janë shkalova dhe harova, ndëlpimenve. Unë me brigadën 116 jam bashkuar në zonën e Gostivarit, thashtë në Panajir, kurse harova të ceki se Bajrami dhe kolegë tjerë, shokë tjerë, këto kanë vepru dhe prej Shqipkovicës dhe deri te laku i Shqipkovicës, kanë pas disa aksione që kanë shkatru 2-3 tanka aty, kanë pas sulme, dhe më thonë, këto kanë hekë ma shumë se une, po unë shumë pak me vones, për x arsye, dhe më thonë. Shoku në kartë me përvojën nga Kosharja, sa qipi në kartë edhe me përvojën nga Kosharja, cilën ne shumë nga bashkëluftarët e 2000-shit nuk e kemi pas, me qenë fillestar dhe kemi qenë në mbikëqyrjen, trajnimin e tyre në fillim dhe besoj se gjithë to kanë qenë sfida të përbashkëta. Andaj edhe këta shok të cilët kishin përvojën luftarake të Kosovës, për neve ishin idol, për neve ishin motiv, për neve ishin shembull që t'i ndjekim në të gjitha lëvizjet. Ndryshe ishte unë për vete e flasë në ditët e para, ndryshe ishte kur e shije një bashkëluftari cili vin nga fronti i Koshares apo fronti i Dugagjinit apo rritej motivi, nësi 25-26 vjeçar, i kishim edhe mbrojtës, edhe printe, edhe udhëheqës, edhe gjithçka në këto zhvillime të vitit 2001 në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Faleminderit. Po flasim tash në ditët e sotme, kur po shohim se teknologjia ka arritur nivele të larta, dhe teknologjia ushtarake, krahasuar me vitet e atëhershme, kuptohet, por çfarë mesazhi do t'ju kishte dhënë mbar shqiptarëve kudo që janë sa i takon çështjes ushtarake? Pra, si duhet të jetë një ushtri model, si duhet të jetë një ushtri sot me këto teknikat e sotme? A duhet më shumë si Shqipëria, Kosova, po edhe shqiptarët të kenë ushtrinë e tyre model për ta Shqipëria ka hyrë në NATO, kuptohet, është një hap i madh, një hap i mirë. Shpresojmë që edhe Kosova. Mirë po, kur shohim gjithë këtë teknologji të lartë ushtarake, sa të rritë sot kanë qef me konë ushtarë, ose sa kanë qef të rritë sot me regjistru akademinë ushtarake, për shembull, dhe me qenë ushtarak të disiplinuar dhe me dhënë kontribut për vendin e tyre ku jetojnë. Qa mund të kishe i thonë diçka shkurtimisht për këtë pjesë? Rinia me kalimin e kohës dhe sa më shumë që modernizohet jeta, ndoshta edhe nuk i preferojnë shumë këta gjëra, po unë preferoj që të them që ato pak njerëz të cilët do e duan edhe këtë profesion, ushtrinë dhe policinë, mbi gjitha të jenë patriot mirë, të jenë kombëtar, dhe pastaj profesioni e bëjnë ashtu siç duhet. Dhe besoj se edhe pse mund të jenë në numër të vogël, por do janë në shërbim të qytetarëve. Për shkak se në numër, edhe po të kishe në numër dhe të mos jenë me këto virtyte, besoj se edhe nuk na nevojitet numri i madh i atij. Dhe kjo besoj se neve më parë më herët na ka mungu. Ne kemi pas në ish sistem apo në shtetet ku kemi marrë pjesë shumë pak, policë në gishta, ushtarak në gishta, po edhe ato pak gjysa e tyre kanë qenë ndoshta edhe frigacak, ndoshta edhe me privilegje pushteti dhe nuk na kanë ndalë në ndihmë apo në ndihmë të shoqërisë, popullit. Kemë marrë shembull në Kosovë. Sot kanë ndryshuar rrethanat. Sot nëse kemi 10.000 ushtarak ose 5.000 polic, mjaftojnë gjysa të jenë patriot dhe kombëtar, aq i duhet kombit.
po të ne gjithashtu edhe në Maqedoni. Unë shpesh preferoj të gjithë ato djemë të cilët janë 3.000, 4.000, 5.000 në uniforma ushtarake, policore, apo pjesa inspektorateve, gjysa le tjenë nga familje patriotike, nga familje dëshmorësh, familje ish ushtarësh e me radhë, mjafton që për çdo sfidë ata janë në vijë të frontit dhe në ballë të çdo situatë. Kalojmë pak te pjesa juaj sot, po flas të Sakipi, po edhe ju zotëri Bajram. Zotëri Sakipi tash e ka vazhdue punën e tij edhe pas luftës, pra ka vazhdu me jetën e tij të përditshme, me punët, angazhimet e tij. Ju zotëri Sakip drejtoni edhe një kompani BZW Electric apo jo? Qashtë. Dhe në fushën instalimeve. Unë më kalon përshtypje këtë pjesë për shkak se kur lexova më shumë rreth aktiviteteve punëve të juaja, thash sa mirë, për shkak se ju kur ka qenë lufta keni luftu, por kur ka ardhur puna për të punu, keni marrë në dorë ato veglat e punës për të bërë punën, sepse dhe ajo është pjesë e jetës tonë. Ne këtu në këtë studio, si shpeshe, kemi ndryshim, po mos ishte ky ndryshim nuk do të shikonim njëri tjetrin. Dhe ju jeni duke bërë një punë të mirë me punën e juaj, se biznesin e juaj, që ushqen edhe shumë familje, punëtorët që ju paguhen me punën që bëjnë aty. Pra, si është sfida sot edhe në punën e përditshme, pra se shpeshet të qenerit një luftar, gjithë jeta duke shku një pjesë e madhe jetës në luftë, pastaj të kalosh një drejtim. Edhe ajo është luftë për sakrifiku, për familjen, për ushqimin, por si mund ta përshkruajsh sot, si është të punosh sot në ditët e sotme, si është tregu puna juaj që bëni? Edhe pse gjatë përfundimit gjithë këtij procesit luftarak, të luftrave edhe luftës fundit në Maqedoni, në të një lirit, jemi mundu me qenë në shërbim të kombit, të fejës, mirë po lufta si luft i ka të vështirësitë e veta, edhe dihet se e ke Bajramin si vlla, si motër, si bab, si nan, si shok, edhe automatikun me veti. Mirë po kjo lufta e kohës tasht është pak më e vështirë, se është luftë për ekzistencë, është luftë për të ushqy familjen, për të ushqy shoqërinë, edhe është një luftë pak më e rëndë se kjo lufta e pushkës. Këtu ne jam pak i dëshpëruar nga sistemi, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, s'po mund të them për Shqipëri, po nga sistemi për ish ushtar të UÇK-s, të cilët janë pak të lëndë masdore, ku dihet se sot e 25 vite një veteran i luftës Kosovës i merr 204 euro penzion, edhe ai nuk di atë ble barna, atë ble ushqim, atë paguaj si dalin parat, edhe s'di ka t'ja moja. Kështu që shteti pak na kalon në neglizhencë, edhe këto kanë qenë disa arsye që edhe të nënë Ilirit përfundimi i luftës dihet si ka qenë, edhe nuk janë përfillë shumë me shumë ushtarë, mos tham 100% se ka dhe pjatina që janë tregullum tash, nuk me thonë se këtë zi është, po shumica nuk janë me kushtet të mira, e kështu që vetë kushtet, situata, kjo na ka detyruar që të kapem me një punë. Do me thonë, unë jam kap me punën e elektrikës, dhe jam mundu vazhdimisht të shkoj me kohën, të jem trend me kohën, se sot janë teknologjitë e reja, interneti, ka dalë smart home-i, do me thonë, edhe ti patjetër do t'jesh në trend ose do të ngelesh. Që ne jemi mundu të ashtojmë kompaninë tonë, jemi mundu të sigurojmë sa ma shumë punësim njerëzive, qa sa kemi pas mundësi edhe tash mendoj se jeta do të vazhdojë në këtë mënyrë, mendoj se duhet shteti të forcohet, sidomos shteti i Kosovës. 5 pikat që do të forcohet shteti janë policia, ushtria, arsimimi, shëndetësia edhe gjyqësori. Unë shoh një hap të mirë se vullneti
i të rive në Kosovë, si që cekja dhe Bajrami, bashkëluftari që tha ato që dojnë ushtrinë janë nga familjet e bashkëluftarëve dhe nga familjet e dëshmorëve. Shoh në Kosovë nga ushtarët e ri, shumica janë nga djemtë e bashkëluftarëve tonë, apo shokëve tonë, apo familjeve dëshmorëve. Kështu që po gëzohem që Kosova ka krijuar një ushtri shumë të mirë, të mrekullueshme, mirë po kjo është vetëm një pikë në atë që ju e cekët që teknologjia ka avancu, edhe duhet ne shumë të investojmë në çështjet e armatimit, mbrojtjes. Tash kanë dalë dronat për shembull, ta të rit po dinë me përdor drona. Po çfarë duhet dhe edukimi i këtyre tryve, domethënë për drona, për raketa hedhësa modern, po megatronika, robotika, dikon, domethënë, kështu që unë po gëzohem që Kosova ka filluar në një të marrë, domethënë krahasimi i Kosovës me Maqedoninë prej luftës deri tash ka ndryshuar 200% domethënë Kosova, edhe kështu që mendoj se sakrificën që kemi dhënë për Kosovën ja ka vlejt në këtë aspekt se Kosova ka formuar si shtet, edhe ka filluar gradualisht të formojë institucionet. Zotëri Bajrami, ju keni qenë edhe ish kryetari i komunës në Rapçisht, po edhe deputet në parlament të Maqedonisë Veriore, pra keni një përvojë edhe në institucione, si funksionon një institucion. Çfarë mund të kishe thënë pak a shumë për një të ri institucionalist? Domethënë një i ri si duhet, sepse shumë të ri sot kur hyjnë në një pozitë, tash ju keni përvojën. Pozita, shumë njerëz kur e marrin një pozitë kujtojnë që tash Zoti pas ka beku me këtë pozitë, apo ajo. Nuk, ajo është përgjegjësi. Se shumë njerëz që janë pra ja kemi Sakibi është privat. Po edhe ne këtu që po flasim kompani private. Ne gjenerojmë kurse ata kur hym publika është gjë e shenjtë, ne i them këtë gjuhën tonë vakuf, është i shenjtë. Edhe duhet me pas kujdes, sepse nëse ty t'u ka dhënë që ajo pozitë, nuk do të thotë që Zoti t'ka privilegjuar, por është edhe mundet me kanë edhe ndeshkim, nëse nuk i përmbahesh asaj rregullores. Kështu që një ri institucionalist si duhet të jetë, si duhet të flasë në parlament, të mos ofendoj, po ditë komunikoj, ditë çoj përpara procesit. Pra si duhet të jetë një ri sot në parlament, një deputet i ri për shembull, kështu drejt. Mos jem shumë i gjatë, po patjetër se du të filloj nga dikundi. Unë asnjëherë nuk e kam menduar se do hyjnë ato ujëra. Unë jam nisë në shkollë gjimnas, shkollë të mesme, fakultetin e artit figurativ dhe pika ime e fundit referimit ka qenë profesori i artit figurativ. Fillova në arsim një 6-7 vite, po ne që kemi qenë këto lëvizjet, luftën e Kosovës, kam pas fatin të jem aktivist atje. Kishim shumë refugjat, kishim shumë njerëz allegji dhe ishim të ri të cilët ne prindët i kishim gjithë jashtë. Dhe edhe për shkak dëshirës për të ardhur në Kosovë, nuk pata mundësi bashkohem në Kosovë. Po nuk lajm ndonjëherë anësh këto punë dhe hyrja në Këshillin Komunal të Komunës Vrapçishtit, pastaj kandidimi nga ana e shokëve, të cilët për mua kanë qenë edhe të papritur, nuk kanë qenë planifikuar. Shpesh njerëzit mendojnë se gjithçka bëhet me pretendim, me plan, se nuk janë plane. Për dikën nuk janë plane, ndoshta dikush i ka plane, po unë si kam pas plan asnjëherë. Prej Këshillit Komunal 2 mandate në komunë, shërbim qytetarëve, dhe nuk kanë knaq, nuk kanë plotësuar shumë, për shkak se edhe aty ka qenë lodhje. Tek ne, njerëzit kanë kërkuar edhe atë që s'mundet. Se ti je ushtar, ti do të më bësh këtë, edhe gjërat pa mundura me radhë, pa marrë parasysh se ti a ke kohë, a ke familje, s'ke familje. Jam mundu që mos dal nga vetja, me këshillat e njerëzit, do të përmendi një këshill të një muftiu pjesës tonë, i cili më ka thënë kujdes qëllimi. Për shkak se nëse këtu do e kesh qëllimin, të arrish në pasuri, do i shtish gjithçka tjerë, do i shtish shoqërinë, do i shtish familjen, do i largosh, do punosh me brila dhe në fund do mbetesh vetë. Dhe unë jam nis nga ky parim që mos i jap shumë prioritet atij funksioni, për shkak se ai funksion çdo herë do ketë njerëz të tjerë. Jam pajtuar me atë se ose 1 mandat apo 2 mandate janë vakaf dhe një ditë duhet të lëshohet. Jam munduar që shokët e luftës,
njerëzit e drejtë mund të krijohet hapësirë, edhe pse është vështirë. Në shtet siç është Maqedonia është vështirë, nuk e di për rrethanat në Kosovë shumë, mirë po atje është vështirë. Shkak se përveç se ballafaqohesh me palën tjetër, ballafaqohesh edhe me një shoqëni e cila i ka situar gjitha punët dhe nuk ka ndjenjë shumë prioriteti, ai me një fjalë e urtë ai ngimi nuk e ka hallin e atij të urriturit. Në këto aspekte besoj se unë besoj se për në këto ujërat politik nuk e shisha vetë. Nuk e shisha vetë për shkak se më pengonte kur një shqiptar qohej dhe fliste gjithçka për një shqiptar tjetër. Dhe unë shpesh kolegë u thëshë kujdes, unë e ti jemi vëllezër. Tjetë këto në të majt apo në djatë i kemi armik. Si 100 vjeçar. Po garat politike, partit shumëta politike, për fatkeq, sot mund të konstatoj se jeta politike të ne është ndotur shumë. Dhe besoj se është kontaminuar, ja? Është e kontaminuar. Rinia sa më shpak kanë interes të mire, për shkak se të njëjtit emra gati se 20 vite rrotullohen, ndrojnë interesa politikë, siç më ndroi klube futbolli, dhe në këtë aspekt besoj se unë për vete kam nda mende se do kthehem në jetën kulturore, mundohem të kompenzoj humbjen në profesion, të kthehem pak në krijimtari artistike, nëse do kem shëndet dhe mundësi, dhe i kam dhënë prioritet familjes më shumë. Faleminderit. Minutat hesin dal nga dal dhe për të bisedu me ju kem plot gjëra që kemi me bisedu, por nuk mjafton kuptohet një emision, por unë kam dëshirë për fund prej secil për jush të ndëgjoj një mesazh, duke filluar nga Sakipi dhe Bajrami po ashtu, cili është mesazhi juaj për të rinjt shqiptar, kudo që jetojnë sot? Çfarë mesazhi ju kishte dhënë duke shikuar nga perspektiva se këndi i patriotizmit? Sepse nëse ndalemi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe doktrina Monroe ishte Make America Great Again, bëj Amerikën të madhe përsëri. Pra ata forcun idenë e panamerikanizmit. Gjithmonë edhe e kanë gjithmonë ata. Ne jemi shqiptar. Dhe ne duhet ta kemi idenë e pan-shqiptarizmit, pra që ta duam vendin tonë. Kudo që shkojmë, ne flasim këtë gjuhë. Dhe na lidh tradita, na lidhin shumë gjëra të mira, na lidh besa, na lidhin shumë gjëra të bukura që kemi si kom. Dhe mesazhi duke filluar nga Sakipi dhe Bajrami po ashtu, një mesazh shkurtër kisha pas shumë dëshirë ta dëgjoj nga ju për përfundim. Unë pikës pari duhet të them kështu, për gjithë shqiptarët, si në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, vllavi është vllau, shkau është shka. Edhe do të them, shko ku të shkojsh, prapje Shqipe. Kështu që ma shumë nuk kam përshtu, edhe besoj se mesazhin e kuptojnë, Shqipët janë lartë, fluturojnë shumë lartë, e kanë syrin e mprekt, për gjithë shka, edhe kështu që edhe shqiptarët janë të këtij lloji. Për të rritë, do kisha një apel që të kenë kujdes, për shkak se shoh një tendencë që gjithçka që është bërë për këto 100 vite ndërbreza, që nga 1908 tek ne gjithë lëvizjet kombëtare, kush mundohet me një laps apo me një gomë të tërheq një paralele, një vit dhe të bindë rinin, si kur ndodhin erdhen rasisht. Apo kjo thënia se Amerika na çliroi. Për Amerika të çliroi diku dis shumë njerëz, qindra, mijëra, vojtën burgje. U flijuan, vdiqën nëpër burgje, mbetën invalid. Familje të shumta janë shkatru. Janë shkatru, bufalisht, shumë fëmijë kanë masakruar. Fëmijë pa prindë, vrasje masive, shpërngulje miliona nga Kosova për në vendet e lindjes.
Dhe në këtë aspekt shpesh duhet se të kujtohet dhe të rikujtohet, shkak se nuk janë këto zhvillime sikur një prekje e tastaturës kompjutorit. Dhe besoj se në këtë aspekt shqiptarët janë në rrugë mbar, me po duhet ana jonë punojmë më tepër. Punojmë më tepër që mos na mundin lloj i propaganduesve të cilët flasin për një modernizim, por edhe me modernizimin nuk janë. Në Amerikë për të bë funksioner shtetëror me radhë duhet o t'jesh pjesëmarrës i ndonjëherës prej luftave që ka marrë pjesë Amerika, o të kesh qenë veteran, o prindi, familja, prejardhja me radhë, nuk kalohet ashtu rastisht. Tu tek na është procedurë, proces. Prej Beogradi patriot. Ajo mund të të kaloj në moment rreshëm, një javë, 2 javë, 1 muaj, 1 vit. Po rreshëm dhe nuk lejohen këto rregulla, por mungojnë. Do kritere, lustrimi mungon, shteti ligjor nga pak nuk ka punu sa duhet dhe tani të kalojnë lloj-lloj njerëzish. Shërnia duhet të edukohet që të ecë drejt, të ecë me dinjitet, të ecë në vijën kombëtare dhe dalja është e sigurt. Dhe qëllimi është i sigurt. Nëse fillojnë në ujëra të turbullta, në ujëra të turbullta janë 90% gjasat që të ngecesh. Epilogu nuk është i mirë. Dhe më shqetësojnë shumë, se ende më shqetëson situata në Kosovë paraprakisht, po edhe tek na, që për 25 vite të vim në kështu gjendje të hamendjes, të harrimit, të harresa, memorje e humbur, por shpresoj se mbi gjitha prap do të vinë gjërat në kontura dhe do të lëvizin në drejtim të duhur. Faleminderit edhe një herë që ndatë kohë për të nderuar gjithë teleshikuesit që po na ndëgjojnë. Është nder kënaqësi që ju pata në studio. Një historian thot, historia është magistra dhe vita, historia është mësuesja e jetës dhe ne nuk duhet të harrojmë historinë e kombit tonë, historinë e luftrave, luftëtarëve, herojve të cilët dhanë kontribut. Edhe ju jeni pjesë e asaj historie që keni dhënë kontributin juaj dhe vazhdoni ta jepni edhe tash pas lufte në forma të tjera. Falenderoj gjithë teleshikuesit që ishin prezent këtu. Unë pata një dhuratë veçantë pej Bajramit të Sakifit. Unë i falenderoj nga zemra shumë. Këtu njërën majic bluzë kam vesh me fotografinë e Tahir Sinanit. Edhe mbrapa shkruan edhe emri i emisionit ku do ta ilustrojmë gjatë kohës që do të transmetohet emisioni. Këtu kemi edhe një që është në ngjyrë të bardhë, apo? Po. Mund ta hapim pak? Këtu është një ngjyrë e bardhë. Kjo është një simbolik, domethënë që ngjyra e zezë është ngjyra e asaj që njëri është për vazhdim të luftës, kurse tjetri me ngjyrë të bardhë është për paqe, për diplomaci edhe për Ditë më të bardhë. Po. Kështu që po. Brigada 116 Tahir Sinani. Po. Unë në këtë emision ju ftoj publikisht së shpejti të bashkangjitemi me bashkëluftarët e juaj Tropojan në Tropoj, edhe shkojmë në majën e Shketzenit, që është 2500 metra mbi nivelin e detit, edhe të kalojmë kufirin shqiptar. Unë ashtu i them kufirin shqiptar, dhe të bëjmë një ecje me këto majica, edhe të monitorohet me kamera ecja jonë edhe bashkëbisedimi, në mënyrë që ta shohin të rinjtë e sotëm veprën e këtyre burrave të mëdhej që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës, për lirinë e Shqipërisë, për lirinë e Iliridës dhe ne si shqiptarë të ecim të lirë sot.
edhe të kemi edhe këtë studio këtu sot, mos më na u shkallë me thonë se po folni shqip. Neve çdo vit kemi organizu nga ndonjë manifestim apo akademi, homazhe dhe me radhë. Dhe këto si zakonisht e kemi bërë në brendit të territorit të Iliridës, në vendin ku janë ra dëshmorët e kombit, 5 sheart e brigadës 116, por kemi bërë marshe edhe në anën e Shqipërisë në Korrap, dhe çdo herë kemi mundu që të shtypim kështu lloj materiale që t'u shpërndajnë të rive dhe të kenë një, dhe më vjen mirë që shoh shpesh që të rit i ruajnë këto simbole edhe pas 5-6 viteve, dhe asnjëherë nuk do të ndalemi në shënimin. Pa marrë parasysh numrit të vogël apo të madh apo të madh, ne do të vazhdojmë që bashkëlufttarët të kujtojmë shokët e luftës. Në këtë aspekt besoj se na ndjekin edhe fëmijët tanë, na ndjekin edhe familjarët tanë, na ndjekin edhe shokët, edhe pse dita ditës edhe paksohemi, shkaku krijuesi ashtu vendos, po besoj se nuk e kemi lënë anësh asnjëherë shënimin e datave, siç është 5 maj, dita e dëshmorëve, dhe 29 korriku, dita e rënjes së 5 dëshmorëve të brigadës 116. Unë desha që edhe pak qëtoj diçka këtu, desha për rinin, them se nëse nuk vlerësohet e kaluara, e ardhmja është shkatrim. Ja, edhe dyta desha një falënderim publik, edhe një falënderim personalisht për juve, si Arbër, për emisionin që keni organizu, që mos të harrohet kontributi i gjithë atyre, sakrifica e gjithë atyre që dhanë për shlirimin e trojeve shqiptare. Me thonën, falenderit shumë edhe për juve si Jupiter të dhe, që keni marrë guximin të thënë, në thojza sot në këtë kohë moderne e guximin, se që ashtu janë bërë thonat, po keni bo për herë emisionet tilla, keni bo, dhe me thonë, publikimin e herojve, patriotave edhe kështu në radhë. Shiqa, të jesh shkupjan, edhe tropojan, edhe mos të guxash. Po, shumë vërtet. Kështu që besoj e kuptoj. Jo, mos ta i dhot Bajrami, se edhe Bajrami Bajrami e ke malësor mirë. Bajrami për Marsijes, dhe mos ta i dhot. Sa më ka pjesë e Shqipërisë. Kështu jemi një. Benzindja ime më gjatë i ka takuar komunës Prizrenit dhe Kuksit se sa Gostivarit. Po tash rrethanat e kanë bërë. Kjo ishte pak për humor për fund, që ta kalojmë pak në pjesë humoristike, si thonë qershia mbi dorë. Me të vërtet, fshati Llomnis mbi negotinën e Pollogut, në Shark, historikisht kur kthehemi mbrapa, më shumë ka qenë nën ingerencat e komunës Prizrenit, edhe të Kuksit se sa të pjesës së Maqedonisë. Po 45 ne ka bërë punën e Dëmjan ka qenë luftar të shquar gjithmonë. Besoj se geni është i lidhur do të dy anët e Sharkut. Ai do të lëm me Shqipërinë. Mesi art. Faleminderit të shikuesve në herë, kjo ishte me të vërtet një pjesë shumë interesante, se ishte gjatë gjithë kohës, ishim si në tension kështu luftë, kështu që kalum pak si më mërë këtë pjesën e fundit, kështu që faleminderit edhe një herë, shihemi në takimet e radhës, faleminderit edhe një herë. Ishte kënaqësi.